Shoqata e grave me probleme sociale ka lançuar në Shkodër projektin Rezoluta 1325, të drejtat e grave nga koncepti në realitetin shqiptar, të mbështetur nga Fondi për Barazinë Gjinore, UN Women. Bajana Çeveli, drejtore ekzekutive e shoqatës së grave me probleme sociale, tha se Shqipëria është shumë e vonuar krahasuar me vendet e tjera, ku tashmë është implementuar kjo rezolutë, si në Kosovë dhe vendet e rajonit. Edhe Shqipëria është si pjesë asaj që ne jemi pjesë e një programi të gjerë me problematika të ndryshme dhe të shumta për gruan, pse jo, rezolutat mos jetë pjesë. Kur themi që edhe Suedia e ka një plan veprimi të tillë, në Shqipëri nuk ndodhet. Kur ne ata shohemi në konferencat mëdha ndërkombëtare, e vetmja që s'ka një plan veprimi për rezolutën 1325 është Shqipëria. Maqedonia e ka, Bosnia e ka, Malizia e ka, Kosova e ka, atëherë pse ne jo? Ku jemi ne? Europa po. Pra, duhet ta shikojmë veten pse jemi të veçuar. Ndërsa sa i takon dhunës në familje, e cila po trondit opinionin publik her pas here me ngjarje të bujshme, Çeveli tha se situata mund të përmirësohet vetëm nëse ndryshohet mentaliteti tradicional i meshkujve shqiptar dhe gruaja fuqizohet në aspektin social dhe ekonomik. Dhuna për momentin unë them është shtuar dhe duke menduar në këtë kontekst shtimi ka shumë faktorë. Faktoret ekonomik për mua janë faktori kryesor, por ka edhe tjera që duhet emancipu shoqëria. Sidomos mentaliteti i meshkujve ndaj femrave duhet ndryshu. Rezoluta prezantuar sot në Shkodër afirmon rolin e rëndësishëm të grave në parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve, negociatave për paqe, përgjigjet humanitare në vendet e post-konfliktit, si dhe thekson rëndësinë e pjesëmarrjes së barabartë dhe përfshirjen e plotë të grave në të gjitha projektet për të ruajtur paqen dhe sigurinë. Objektivi kryesor i këtij projekti mbështet mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të grave në Shqipëri, fuqizimin e organizatave të shoqërisë civile dhe garantimin që ato të angazhohen aktivisht për zbatimin dhe forcimin e legjislacionit vendas dhe ndërkombëtar që i drejtohen të drejtave të grave.